Takimet e para konsultative të kreut të vetëvendosjes Albin Kurti me krerët e partive opozitare përfunduan pa rezultat konkret. Përderisa opozita mbajti pozicionet se nuk ofron koalicion të menjëhershëm qeverisës, pas përfundimit të rrethit të parë të takimeve, Kurti u shpreh se është ende herët për të folur për marrëveshje konkrete. Do të kemi edhe takime të tjera. Me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, ka nisur të rrjedhin edhe afatet kushtetuese për formimin e institucioneve të reja të vendit, duke hapur rrugë kështu konstituimit të kuvendit, formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit. A çfarë ka rëndësi është që seanca për zgjedhjen e presidentit dhe procedura në tërësi duhet të zhvillohet brenda një afati 60 ditor nga momenti i konstituimit të kuvendit, derisa për formimin e qeverisë afati është më i ngushtë, pra është vetëm 40 ditë nga mandatimi prej presidentës, për shkak se kandidati i parë ka 15 ditë, në rast të dështimit të kandidatit parë janë 10 ditë për ta caktuar kandidatin e dytë, dhe sërish 15 ditë për kandidatin tjetër, që tregon dhe në fakt tregon se rendi logjik i gjërave mund të jetë që në fakt fillimisht të zgjedhet qeveria. Seanca mund të thirret edhe deri në fund të këtij afati, edhe nëse nuk e thret zonja Haxhiu kuvendit mbledhet vet, por do duhej me e pa, si më thon, këtë vullnetin edhe iniciativën e partive politike se ato të ketë ndonjë marrëveshje politike gjithëpërfshirëse ku zgjedhet edhe çështja e presidentit, tek më pasaj thirret seanca konstitutive, sepse paramendoni një situatë kur zgjedhet kryetari i kuvendit, konstituohet kuvendi, formohet qeveria, ndërkohë jemi pa president, pa marrëveshje politike për ta zgjedhur një president të Kosovës. Me që vetëvendosja thotë se i ka votat për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, nga këndvështrimi ekspertëve të fushës, nuk pritet që këto dy procese të hasin në pengesa. Megjithatë, zgjedhja e presidentit të ri mbetet një çështje tjetër që mund ta mbajë vendin në krizë institucionale dhe politike. Mandati Albulena Haxhiut si ushtruese detyrës së presidentës së Kosovës përfundon më 4 tetor të këtij viti.